dy gëzime i ka agjeruesi. Gëzimi i parë është gëzimi i iftarit kur ai prish, dhe gëzimi tjetër është kur ta shohim Allahun xhallahu xhallahu. Kur do të him në xhennet atje, ajo është momenti më i mirë i atyre momenteve më të larta në këtë botë që njeriu i kalon. Ajo është momenti i xhenetit së bote, para xhenetit botës tjetër. Se disa dietarë islam kanë thonë, kush nuk futet në xhenetin e kësaj bote, nuk ka mundësi me shku në xhenetin e botës tjetër. A xhenet më të madh se pritja e momentit të iftarit, dhe ato kandilat apo pritja e fëmijëve që presin me gëzim të madh, apo ata fëmijë 6 vjeçar, 7 vjeçar, 8 vjeçar që agjerojnë 30 ditë Ramazan. Para mendo çfarë atmosfere kanë, çfarë ëmbëlsie kanë. Prandaj agjerimi është atmosferë, agjerimi është gjendje shpirtërore, agjerimi është lutje sinqert, muhabet me Allahun që duhet me bëna. Prandaj provoje, o ti i cili nuk agjeron, provoje se si është agjerimi, se me të vërtet nuk do të zhgënjesh nga Zoti jot.